Ania me ndihma humanitare që Kosova ka ndarë për popullin palestinez në rripin e Gazës është nisur zyrtarisht nga porti i Mersinit në Turqi, duke marrë rrugën drejt enklavës së shkatruar nga lufta. Lajmin e bëri të ditur kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti përmes njoftimit në rrjetin social Facebook. Sipas Kurti, dërgesa humanitare me një vlerë totale prej 500.000 eurosh përfshir tenta, pak ushqimore, batanie si dhe 158 miracione ushqimi të ngrohta të destinuara për banorët e Gazës që ndodhen në nevojë ekstreme. Ai theksoi se fondet për këtë ndihmë ishin ndarë që në muajin janar nga qeveria e Kosovës, por dërgimi i tyre ishte vonuar për shkak të situatës së sigurisë në terren. Kryeministri në detyrë sqaroi se transporti i ndihmave u bë i mundur vetëm pas armpushimit të arritur në muajin tetor me ndërmjetësimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Megjithatë, pavarësisht zbatimit të masës së armpushimit mes Izraelit dhe Hamasit, situata humanitare në Gaza vijon të jetë alarmante. Një pjesë e konsiderueshme e infrastrukturës së enklavës palestineze mbetet e shkatruar, ndërsa kushtet e jetesës për qindra mijëra banor janë njerëzakonisht të vështira. Sipas deklaratave të zyrtarëve të Kombeve të Bashkuara dhe autoriteteve palestineze, nevojiten urgjentisht të paktën 300.000 tenda të reja për rreth 1.5 milion persona që vazhdojnë të jenë të zhvendosur brenda territorit të Gazës. Në mesazhin e tij, Albin Kurti theksoi se kjo ndihmë humanitare përfaqëson angazhimin e Kosovës në kuadër të solidaritetit ndërkombëtar si dhe për kushtimin për të mbështetur popullatën civile që po përballet me pasojat të rënda humanitare nga konflikti.